Pjesa Bledi, ti je për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën? E Kosovës me Shqipërinë, sa ishte një pjesë e trupit që na e kanë shkëputur. Kjo është historia. Deri para ardhjes së Trumpit nuk isha, por tani po mbushe mendje që jam. Që të bashkohet? Patjetër, geopolitika ti e di tani si ka ndryshuar. Brenda natës del Trumpi, firmos ndonjë dekret si ai dusheve. Emri i gjesit është Besart Kelmendi. Okej, Besart. Dhe nga regjia, gazetarët falenderoj, po Bledi Mane e kanë mbështetur. Po, nuk të gënjeva, sinqerisht. Po jo, s'ke të gënjesh, si do gënjesh? Besoj geopolitika po ndryshon, raportet ndërkombëtare diplomacisë po ndryshojnë me shpejtësi, kështu që erdhi koha që kombet e vogla mos merren në konsiderat dhe them se një bashkim me Kosovën do ta ndihmonte edhe Shqipërinë dhe Kosovën, por veçanërisht media dhe arsimi duhet fillojnë të përgatisin terrenin. Për të ndërthur. Po, sepse ja shikoj një shpull edhe filluan për çfarë. Këtu dorëzohem. Kjo është ishe dashura e Gjesit e Big Brother Kosova, Gjeneta. Ati në Kosovë? Po. Këtu dorëzohem unë, dhe gazetare këtu më ka vënë para. Ka ardhur, është komplet e bërë. Çdo më thënë komplet e bërë? Nuk ka qenë kështu, before dhe after, e ke parasysh përpara dhe pas. Unë këtu jam kështu, unë jam këtu në Konardamit unë. Vajza qëndron në Tiranë, ka një kontratë provizore me Top Qen dhe shive si e kemi bërë, e kemi ftilluar. Juve? Shqipëria. Shqipëria. Do unë ja Tirana, ja mori Prishtinës, kështu që kot na shajna, dhe ne i bëjmë njerëzit e bukur edhe të famshëm. Cila është fjala që të ka pëlqyer shumë në slengun kosovar? Se kanë disa dhe kur thonë atë për ndryshe, për shembull, po për ndryshe. Unë kam njohur ca kosovar në Londër dhe kam mësuar për tyre fjalën pa lidhje. Pa lidhje. Dhe që atëherë unë kam tani edhe në Shqipëri. Ose dhe ajo tung, nga ata e ke. Tung, e bukur, shumë e bukur. Po. Ajo është tamam. Dhe kemi futur ne në fjalorin tonë, ha? Po. Ata kanë futur në një fjalor tonin? Nga një fjalë tonë? Ata morën kulturën e kafenet. Prishtina ishte çajtore e madhe, ishte si një Istanbul i vogël. Tani ata janë në pjesë me kafe. Po, është kultura e kafes. Po ja, edhe Top Channel ka një merit jashtëzakonshëm për të vërtetë. Po të gjithë morë edhe ti. Topi që bëri revolucionin tani. Po mirë, Topi ka pasur njerëzit e vet, domethënë është puna individuale e grupuar dhe po që them se ata e kuptojnë që Shqipëria është jo vetëm vendi po është jo vetëm vendi që ka dhe dete, por është edhe jastik. E kam pyetur Albin Kurtin, ora i flamuri me që ai ngjan domethënë si Dardanis apo jo, flamuri zyrtar i Kosovës. Të frymëzon, e kam pyetur Albin Kurtin në intervistë. Ti Bledi kur e shikon atë se ata u vranë për flamurin kuqezi. Është një njëjta që ka bërë flamurin e Bosnjës edhe me enklava me I njëjta dorë? Po, e njëjta edhe gati të njëjta ngjyra. Ajo bluja që s'ka lidhje. E sforcuar, e ke parasysh. Kuqezi, ai flamuri kuqezi është me vërtet flamuri më i mirë në botë. Por vetëm duhet të kthehemi te Shqiponja e Skënderbeut, se kjo është Shqiponjë bolshevike, kjo që kemi për momentin. A ti thot për formën? Po ta shikosh Shqiponja e tanishme është çik lebetice. Çoj mesazh kryeministit se do ta ndryshoj. Foto tjetër? Nuk e di a kemi foto tjetër? Këta i ke qefti, këta i njofën, se Luizin unë edhe i kam intervistuar, kur ka marrë çimin e parë, me Klodin. Me Klodin. Po. Atëherë Luizi i parë. Se ky është Luizi i dytën? Po, tamam Luigi, 14. Unë kur dola nga Big Brother, në rrjetet e mia sociale, her pas here mbaj mend Kiara ndor një linjë të brëndshmesh. Edhe unë kundërpërgjigja me një foto nudo me duart pare, thoshte edhe unë kam gjerë linjën time të brëndshme, dhe ishte ironia ime që her pas here ngacmoj, sepse do ta vazhdosh kur mbyllet spektakli, janë muaj të tërë që tregu është i jetur për lajme. Dhe një ditë marr vesh që Kiara në Top Channel, Kiara kishte ngelur shtatzan dhe që atëherë thash kjo do bëhet nuk ja vlen të ketë mjaft strese të ketë ngacmimin tim dhe nuk vazhdova më. Takohemi në Top Channel kur rasisim oraret e xhirimeve, përshëndetemi me Kiarën, me Luizin dhe raportet e mia me ta ka qenë ashtu siç ishte brenda. Ndryshe nga 30 banorët e tjerë, të cilët shumica ishin ushtar të Luizellit,
unë dhe të paktën Dea Vieri, Dea Michel, nuk u bëm kur ushtar. Unë me atë lojën time modeste, për aq pak kohë sa qëndrova, dhe ne kemi raportet ashtu siç i kishim brenda. Ne nuk e ndoqëm njëri tjetrin në rrjetet sociale, nuk i dedikuam zemra, dashurira, luj vllai, shpirti, zemra, nuk i premtuam njëri tjetrit do bëjmë këngë ose do bëjmë spektakle, dhe vazhdon të jetë marrëdhënie korekte. Ndryshe nga të tjerët, të cilët u përdorën dhe u vetë e ke parasysh këngën e Annie Lennox? Someone want to use you, someone want to be abused. E ke parasysh? Po. Sweet Dreams. Sweet Dreams. Dhe aty brenda kishte njerëz që Suedezi. Nuk qeshnin, jo, Annie Lennox është Eurythmics, është skoceze. Kishte njerëz aty brenda që kur qeshte Luizi, ata qeshnin. Kur flinte Luizi, ata flinin. Kur griste Luizi, ata grisin. Pra, ishin dorëzuar totalisht, vetëm e vetëm për shkak të famës. Dhe sot e kësaj dite ata nuk janë më miq, nuk ndiqen as në rrjetet sociale, nuk ulen të pinë një kafe, nuk përshëndeten. Dhe shqyr zoti, si hyra tek ajo shtëpi, ashtu dola, as u tjetërsova, as prita të pasurohesh, as prita të merre në një kontratë të majme, por vazhdoj të jem i njëjti, të jap kontributin tim në modest si gazetar, edhe të kem raporte korekte me njerëzit. Fitove skoceze. Isha unë gabim, sepse unë të shmende për këto. Jo, e ngatron me Roxette, ke të drejtë, se ngjan të dyja. Po, ajo ishte. Bjonde me flokë të shkurtë të dyja. Po me Luizin kështu, ke në i bashkëpunim në aspektin dhe të artit dhe të Jo, të thash, raportet kanë qenë korekte si që ishim brenda shtëpisë. Vazhdojmë ato marrëdhënie, kur shifemi përshëndetemi, kur nuk shifemi nuk përshëndetemi. Nuk kam pritur si këta të tjerët që të bënin namin. Kemi foto tjera? Nga Big Brother. Po, kemi foto tjera? Edhe kjo është foto historike. Historike, ëh? Ashtu si shpulla. Po, shpulla e kaloj. Këti djali i... Kush është djali? Për mua djali është Tepelensi, Eltoni Iliriani. Ky personi këtu, po? Pra që kosa nuk ka ndryshuar gjini, nuk ka ndërhyrë. Jo, s'faqe. Nuk kam pasur muhabet, kam dedikuar një shkrim, sepse deri par dje donin ta vrisin, kishte të përruar Shqipërinë, ato shprehjet e famshme, BQ, PD, të gjitha me radhë, dhe erdhi një moment që u dashuruan krejt. Njeri që mori Parashevin, e ndihmoi, dhe arriti... Ka i merit për Parashevin? Po, pa tjetër. Dhe arriti që të fitoj zemrat e njerëve. Kishte kaq kohë që dilte në media, por nuk va fitoj dot zemrat shqiptarëve, dhe me një veprim të zgjuar dhe human. Dhe bëri atë që edhe ti do ta kishe bërë, po ta rastisje në New York. Ku shkove atëherë? New York jetove një vit? Në Boston. Edhe ti jam i sigurt që edhe ti, domethënë, se tani ka njerëz që edhe duan të justifikojnë atë indiferencën, se aty e kam pasur stacioni metros. Aty e kam pasur. Njoh gazetar që e kam parë nga afër, edhe ajo së fliste as shqip, të ignoronte, edhe ky ishte një djalë që... Kur do ta kesh në Top Channel Parashevin, në emisionin tënd? Këta pretendojnë që të organizojnë një koncert gjatë verës, sepse gjendja... Të verë? Po, kështu unë kam kontakte me Toni Liriani. Po besoj Tirana e meriton një koncert e hapur. Okej, tani përpara koncertit di do ta marrësh ti aty në... Jo, mëse mund ta marrësh dhe ti. Kështu që... Ma di se më duket sikur e keni marrë ju, e keni pronësuar këtë drejtim. Jo, është kështu mes Gridës dhe Fevziut, e kanë coptuar Parashevin, kështu. E ka parasysh? E kanë. Herë me njëri, herë me tjetri. Kështu do e marrësh ti aty te ajo... Te Frecako, te Reti Gatroni. Po i thoj Fredit atë ditë rrit çik më këtej ti. Ta gjindosi Fredi. Ti thotë kanë futur ato... Çipin brenda dhe... Po gjithsesi mbetet një personazh i dashur. Nena ka Parashevia? Po. Ne jemi rrit në Parashevin. Në klasën tonë në gjimnaz ne kishim një shok që ishte Maman Kavajse, Kliti, edhe ne ishim dy skuadra. Njëra ishte me Irmën, një ishte me Parashevin. Për natë njëjta gjë ndodhe në çdo klasë. Unë isha me Irmën, faktikisht. Me Irmën, ë? Po, sepse kur ka ardhur njëri kjo në përmendje ishim të vegjël, edhe kështu mënyra si ishte shumë sfiduese, kur e mendon tani. E ka imituar Rita Ndoci këtu në emisionin tim, e ke parë? Jo. Se ke parë si ka imituar Rita Ndoci? Ja do futem në YouTube. Futu tani. E ke aty celularin? Po. Shiko,
sepse do të tregoj për të kuptuar atë madhështinë edhe të figurës parashivis, do të tregoj një detaj shumë të vogël Bledi. Një ish liceist më tregoi, isha në vit 3 tha. Dhe afër midis shkollës time dhe RTS-s kalon parashivisi Maku. Kishte dalë klasa jonë aty. Unë studioja për pikturë. Sa e pam tha, derisa kaloi rrugën tha, të gjithë u kthyen në studio dhe gjithë klasa bënte portretin e parashivis. Do të thotë kjo në vitin 1988. E kupton domethënë, a ka sot Bledi një artist që të ikë në rrugë dhe një klasë e liceut e pikturës të kthehet me vrap në studio dhe ta bëj pikturë gjithë të gjitha, pa i thënë profesori tha. Mendoj se janë 2 emra. Kush? Keq më vjen ti them, por edhe mirë, që kanë impakt sidomos dhe të moshat e reja. I pari është Noizi, që ka një impakt, të frikshëm, është një nga njerëzit... I mbirë pa atë koncertin e tij në stadium, është një nga njerëzit që ka pushtet sidomos të moshat e reja. Domethënë të dali Noizi të thotë votoni për Adriatikun. Jo, e kam fjalën që ndikon. Po tjetër? Dhe Luizi. Luizi, po, është akoma në treg, me çfarë shohim me statistika. Shikoj çik lutem.